Majoranca socialiste dhe kryetari i Kuvendit Niko Peleshi vijojnë të mbajnë të padryshuar qëndrimin e tyre lidhur me çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Dy herë e Këshillit të Mandateve nuk do të hapen, pa u shprehur më parë gjykata kushtetuese duke rrëzuar kështu kërkesën e opozitës për shqyrtimin e mandatit të saj në këtë fazë. Ndërkohë, brenda rrallëve të opozitës janë shfaqur dhe zëra që sugjerojnë ndryshim strategjie. Deputeti Agron Shehu bëri thirrje demokratëve që të hapin publikisht dokumentet dhe provat e SPAK-ut, të cilat ndodhen në një USB me rreth 16.000 faqe materiale hetimore, duke shkelur sekretin hetimor. Megjithatë, kjo thirrje u refuzua nga Partia Demokratike. Nuk mund të pretendosh që je me drejtësinë ku kërkon të kryhet një veprim që e cënon drejtësinë. Kërkesa për të ruajtur sekretin hetimor është një kërkesë e prokurisë së posaçme. Dhe kërkesa e prokurisë është që do duhet ruhet sekreti hetimor që të mos cënohen hetimet që vazhdojnë nga prokuria e posaçme. Do të ishte në interesin e Edi Ramës që ne të cënonim sekretin hetimor, të prishnim hetimet e përpasoj të pengonim drejtësi. Me skadimin e ultimatumit të vendosur ndaj Niko Peleshit për mbledhjen e Këshillit të Mandateve, Partia Demokratike ka paralajmëruar se do të ndjekë një tjetër rrugë institucionale. Opozita pritet të drejtohet në SPAK me një kallëzim penal ndaj kreut të Kuvendit, duke akuzuar për shkelje të detyrës, ndërsa përplasja politike rreth çështjes Balluku vijon të thedhohet.